Hoxhë nderuar, e lexojmë pyetjen e radhës. Një televizionist ju pyet kështu thotë: si e trajton Islami femrën dhe është e vërtet ajo që dëgjojmë në vende të ndryshme se Islami e diskriminon femrën dhe nuk i jep të drejta? A e diskriminon Islami? Kjo në të vërtetë është prej temave që në kohën e sotme trajtohet shumë. Madje ka hapur debate të shumta dhe unë me kënaqësi marr pjesë në këto debate për të zbuluar anën reale, anën e vërtet, nga se konsideroj se si njohës i Islamit që jam, përfaqësoj atë anën legjitime për të folur për këtë temë. Në të vërtetë është ngritur shumë pluhur dhe është folur shumë posaçërisht nga çarçe dashakeqe apo armiqësisht pozicionuar ndaj Islamit, lidhur me të drejtat e femrës, të drejtat e gruas në Islam. Dhe është folur nga njerëz jo kompetent se gjoja e Islami e diskriminon femrën, ja kufizon të drejtat e kështu me radhë. Para se të flas për të drejtat e femrës në Islam, unë dua të them se Islami, sikur edhe çdo fe, çdo ideologji, çdo sistem vlerash, ka kufizime, të cilat kur është në pyetje Islami unë i quaj kanalizime, nga se kufizimet mund të kuptohen si shumë ngushtë që vërtet njeriu mezi e lën të lirë të veprojë. Ndërsa ato kur është në pyetje Islami nuk janë të kësaj natyre. Ato janë kanalizime të cilat në mes njërit kufi edhe kufirit tjetër njeriu i lën një hapësirë të mjaftueshme për të vepruar dhe kufit shërbejnë për të mirën e tij. Kufit shërbejnë që ky të ruhet edhe të mbrohet e jo të kufizohet. Kësaj ekzistojnë edhe ata kufi, të cilët Islami kërkon dhe insiston që të respektohen prej të gjithëve, edhe kur është në pyetje femra, nga se kemi dispozitat cilat janë të veçanta për femrat, për shembull kur është në pyetje veshja e saj, ose edhe brenda ritualeve, ibadeteve, ka dispozita të veçanta të cilat i përgjigjen dhe janë konform natyrës së saj. Sikur se e ka përmendur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për mangësinë e femrës në aspektin e adhurimit, kur kanë pyetur gratë janë çudit pse ti na konsideron neve të mangëta. Ka thënë, ju nuk jeni të mangëta se dëshironi të jeni të këtilla, por nga se jeni të krijuara të këtilla, nga se vinë ditë të caktuara dhe ju nuk faleni, vinë ditë të caktuara dhe ju nuk agjeroni, ndërsa ne meshkujt e kemi vazhdimisht të obliguar të falemi dhe të agjerojmë. Vije, do të thotë, natyra e femrës e imponon që vërtet disa rregulla, disa dispozita, disa udhëzime të jenë më të veçanta të dedikuara për femrën si krijesë e veçantë. Në bazë të kësaj, vim në përfundim se e gjitha ajo që Islami i drejtohet femrës në mënyrë të veçantë është për shkak se ajo është krijesë e këtill. Njerëzit shumë flasin për barazi gjinore. Barazia gjinore, të cilën Islami e ka respektuar më së miri dhe këtë e them me plot përgjegjësi. Barazia gjinore, si e paramendojnë disa njerëz apo si mundohen ata ta përkufizojnë, është e pamundur. Për çfarë arsye? Për arsye se femra e ka të vështirë të punoj, të themi, në minier, të ngas traktorin, ose të ngas kamionin, ose makinerinë e rëndë, ose kështu me radhë. Për arsye se një gjë e tillë nuk i përgjigjet natyrës së saj. Do të thotë femra është një krijesë me aftësi edhe mundësi akoma më të kufizuara se mashkulli. Dhe për këtë arsye, pastaj edhe disa rregulla do të thotë i përgjigjen asaj mbaz të aftësive të saj dhe mbaz të natyrës së saj. Femra në të gjitha aspektet, edhe fizikisht, edhe emocionalisht, dallon prej mashkullit. Nuk dua të them është më e dobët ose është më e fortë, por dallon dhe këtë nuk mund ta diskutoj askush. Do të thotë një gjë e tillë është e padiskutueshme. Dhe përderisa dallon atëherë, është shumë e natyrshme që edhe disa rregulla që i përgjigjen kësaj natyre të dallojnë. Në këtë formë Islami femrën e ka favorizuar, jo vetëm në krahasim me kohën e paganizmit, kur ajo vërtet ka qenë e shtypur dhe kur ajo nuk ka patur kurfar të drejta. Mirë po Islami e ka favorizuar femrën në krahasim me të gjithë ata të cilët mendojnë se i kanë dhënë të drejta femrës. Shembull, ne e kemi 8 marsin një ditë të nënës, ndërsa Islami për 365 ditë na ka treguar se 3/4 e respektit prindor i meriton nëna dhe nën këmbët e saj është xheneti. Një gjë të tillë nuk e ka thënë askush tjetër përveç Islamit. Një
një kujdes të veçantë të këtill për nënën nuk e ka bërë askush tjetër përveç Islamit. Ose nëse e trajtojmë pozitën e femrës si bashkëshorte, prap i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë më i miri njeri është ai që më së miri sillet me gruan e tij. Nuk ka thënë askush tjetër një gjë të tillë përveç Islamit. Gruaja, bashkëshortja në familje është mbretëresh, nga se ajo nuk e ka obligim të punojë për mirëqenien e familjes. Dhe e tërë bara bie mbi supet e burrit, bashkëshortit. Dhe në këtë rast, sipas asaj logjikës, i diskriminuar është burri, jo femra. Femra është e favorizuar në këtë rast. Pastaj edhe si vajzë, edhe si bi, edhe si pjesë e shoqërisë, do të thotë në gjitha aspektet femra është e favorizuar prej Islamit dhe në asnjë mënyrë nuk është e diskriminuar, as nuk është e persekutuar. Asaj Allahu i madhruar, krijuesi i gjithësisë, i gjithdijshmi, i gjithëmshirshmi, ja ka dhënë të gjitha ato që i përgjigjen dhe që i meriton.